Dhe në këtë sens, duke marrë rastin e Malit-Zi, të them një element para disa muajve, qoftë Mali-Zi, qoftë Mali-Shqipëri, qoftë Shqipëria, kanë marrë penalitete shumë të rënda dhe madje të dyja vendet janë kërcënuar dati edhe për të hequr njëri kapitull. Mali-Zi më pak, Shqipërisë shumë më tepër. Që do të thotë, janë shumë të vëmendshëm për të themi mbarvajtjen e vendeve tona për sa i përket këtij procesi. Por ka diçka që ne në vendin tonë, për shkak të polarizimit shumë të madh, për shkak të mungesës së transparencës shumë të madhe që bëhet në procesin e integrimit. Vetë zoti Rama i vuri para përgjegjësisë i vargëse të tij që merren direkt me integrimin, zonën Luka dhe zonën Pyrdene, nëse janë qartë bjeme, dhe nëse pak ato mbas shumë kohësh për në të konferencën e shtypit bashkë me zotin Gogu. Por në fakt procesi duhet mbajtur transparent, procesi duhet të tregohet publikut edhe për ta ndërgjegjësuar. Për shembull, ai kapitulli që zoti Rama e thot me të drejtë është shumë i vështirë, është vërtet realisht i vështirë kapitulli një disit të të që komo për para personalisht kanë thënë që Shqipëria nuk e mbush dot as për 20 vjet do të plotëson kapitullin e Medisë. Do të thotë me këtë perceptim jemi dhe të gjithë njerëzit që na ndjekin. Po llogarit pastaj procesi që ne kemi lidhur me drejtsinë, kemi plana të pasdhurë e tjera. Duket se çështja është më shumë gjeostrategjike dhe kur shpreson Serbia, që ju e dini kapitullin 35 e ka të sankcionuar Kosovën, llogaritë pasaj që edhe për Shqipërinë mund të ketë shpresë. Problemi është mungesa e transparencës, siç e them, dhe dyta, nuk besoj që vendet tona të plotësojnë me përfshirjen e Malit-Zit, që ka e përfshirë nesh, i plotësojnë me parametrat e duhur të Bashkimit Evropian. Mali-Zi deri në momentin që po flasim ka mbyllur 14 kapitull. Me traktatin të shumë besoj që do mbyllen edhe 12 të tjera për pak muaj, për 6. Çfarë? Më fal që të ndërpres pak, pse të dua pak më gjatë, shkurtimisht gjithmonë për Malin-e-Zi, se herën e fundit që ne kemi pasur vëmendjen te Mali-i-Zi, kur them lajmet tona edhe publiku, në Mali-i-Zi ishte në prag të një përplasjeje të brendshme civile atje, mes rrymave serbe dhe malazeze, çështja e kishës, më mend që erdhi kryepeshkopi serb me helikopter, me snajper, ndërkohë që dhe politika sapo kishte kaluar ca trazira të forta. Çfarë ka bërë Mali-i-Zi që ka ecur në mënyrë kaq të shpejtë? Nga ana burokratike janë shumë më përpara se ne. Ndërsa këto procese që ju thoni, dhe në momentet që këto zgjidhen ta shiten, të quhen vlerë. E kjo është problemi që duhet ta rinfituar në Shqipëri. Dhe kjo duhet të krejë qeveria në bashkëpunimin me opozitën, që sa do të përplasen me njëra tjetrën, procesi i integrimit është proces që i garantohet Shqipërisë, nuk i garantohet zotit Rama. Për shembull, një nga gabimet e zotit Rama që besoj ka kushtuar shumë për sa i përket klasjes me opozitën, e qenë xhelozia që ka krijuar, sepse ai, duke ditur që kishte përsin në zgjedhje, përdori moton e nëse mbalin me Edin në Europë në 2030. Shka se mandati mbyllet në 2029. Kjo është element që garantimi bëhet për Shqipërinë, për shqiptarët, edhe proceset e tjera, vërtet kanë qenë qeverisë të tjera para zotit Rama, qeveria e zotit Berisha, qeveria e zotit Lame dhe tjera.